Na ishte njëherë një hoxh I cili shumë I ka dasht ëmbëlsira. Dhe një ditë mbreti thotë, shikoni, pasi ky hoxha Efendi po I don shumë ëmbëlsina, edhe tha na kemi me I bo gjellat ku janë më të mirat. Edhe do ta thirrim hoxhën Efendi për misafir. Edhe ata I qesin fillojnë me qik një lloj gjelle tjetrën, derisa ngopet plotësisht hoxha. E pastaj mbreti thot, a dini çka, vjeni tash baklava, ëmbëlsirat, tortat, këtë çka ka. Se u ngop hoxha, mos ka ku me I shti në bark ëmbëlsinat. Atëri thënë, hoxha Efendi, po, tha do ta qysh, tha po mundesh me hangër gjithë këtë ushqim me hangër, plus ku të meti vend ty për ëmbëlsinat. Ai thot, mbreti deruar, tha ti tha, kur të hecin në rrugë, krejt ty ta lishojnë tha, rrugën anash, ti shkon për medisi. Edhe unë, hoxha varti kanë marak ëmbëlsinat, kështu që kur vjen ëmbëlsina në lukthin barkun tim, krejt këto ushqime tjera shkojnë anash. A I kuptot? Share, like, follow. Mirë se na erdhët në TikTok-un tim të ri, Iqbale Official.